Të dashur punëtor, të nderuar gazetar, sot përshënojmë përmbylljen me sukses të një prej projekteve më të rëndësishme të Korporatës Energjetike të Kosovës, që nga ndërtimi, modernizimi i njësisë prodhuese P2, që garanton stabilitetin afatgjatë të furnizimit me energji elektrike për gjithë vendin. Jemi këtu bashkë me Ministrën e Detyrë të Ekonomisë, Artan Rizvanolli, po ashtu edhe me kryeshefin, ushtruesin e detyrës kryeshefit në KEK, Gramos Hashanin, pastaj me kryetarin e bordit të KEK-ut, Valdrin Krasniqin, dhe me anëtarët e tjerë të bordit, që t'i përgëzojmë punëtorët dhe KEK-un në përgjithësi për këtë arritur shumë të rëndësishme për vendin tonë. Ky projekt ishte planifikuar që të zbatohej nga prilli deri në shtator si vjet, si ndërhyrje e thellë teknike dhe inxhinierike, e cila e ka transformuar njësinë e prodhimit në një sistem shumë më efikas, më të qëndrueshëm dhe më të sigurt. Ky është sukses i madh i ekipit të KEK-ut, i mbështetur nga qeveria dhe nga partnerët teknik, i cili sot po kurorëzohet me këto rezultate të prekshme e të dukshme. Përmasat dhe rezultatet kryesore janë me sa vjen. Kapaciteti prodhues është rritur për 35 MWh, pa asnjë ndryshim në parametrat bazë të funksionimit. Pra, dikur e dim shumë mirë që këtu kemi parë shifra 3 shifrore, të cilat e kishin numrin 2 në fillim, tash e kanë numrin 3, dhe kur kësaj parafërsisht kapacitetit prej 380 MW të B2-shit, i ashtojmë edhe atë prej 277 të B1-shit, i afrohet kapacitetit të gjithë mbarshëm prej afër 600 MW vetëm nga termocentrali Kosova B. Eficienca e sistemit është ngritur ndjeshëm, falë teknologjisë së re dhe modernizimit të turbinës, që tash garanton prodhim më të madh dhe me më pak konsum energjie të brendshme. Konsumi i thëngjillit është ulur nga 1.3 ton në 1.15 ton për megavator, duke dëshmuar përmirësim të dukshëm në procesin e konvertimit të energjisë. Për të njëjtën sasi të megawatt-orëve të prodhuar, tash kemi ndotje më të ulët falë përdorimit më efikas të lëndës djegëse. Jetëgjatësia e njësisë është shtuar për rreth 20 vjet, ndërka që cikli i mirëmbajtjes së pajisjeve të reja është shtyr nga 6 në 9 vjet. Një përmirësim që do të kursej miliona euro në mirëmbajtje dhe do të garantoj stabilitet më të madh afatgjatë. Ky modernizim është rezultat i një pune të madhe dhe sistematike, teknike dhe inxhinierike, e që ka përfshirë modernizimin e turbinës, që është zemra e sistemit prodhimit, pastaj ndërrimin e zbarave të gjeneratorit elektrik për rritje stabilitetit, tensionit dhe të efikasitetit, mandej riparimin e ndërprerësit elektrik që siguron mbrojtje maksimale të rrjetit, pastaj ndërrimin e ekonomajzerit për përmirësim procesit të ngrohjes avullit, riparimin e kanalit të gazdrave për optimizim qarkullimin dhe mbajtjen e parametrave të punës, ndërrimin e 4000 kypave në kondenzator për efikasitet më të lartë termik, dhe ndërrimin e pjesëshëm të varseve që rrisin sigurinë strukturore dhe qëndrueshmërinë e sistemit. Këto ndërhyrje nuk kanë qenë vetëm riparime, por modernizime të thella që e kanë sjellë këtë njësi në nivel të ri teknik dhe operativ, të krahasueshëm me standardet më të avancuara të rajonit. Unë falenderoj shumë KEK-un, punëtorët, menaxhmentin, bordin, Ministrinë e Ekonomisë, që tash tek njësia B2, tek kapaciteti prodhues, shifra e parë është 318 MW është kapaciteti i njësisë B2, edhe me 277 të B1-shit i afrohemi gjenerimit të gjithë mbarshëm prej 600 MW, dhe u gëzova kur mora vesh nga ushtruesi i detyrës kryeshefit që sot jemi duke eksportuar energji elektrike, sepse konsumin vendor e mbulon KEK-u me gjenerim. Edhe prej termocentralit Kosova A, 2 prej njësive janë duke punuar, andaj ky është një lajm i mirë për efikasitetin në prodhim, për
sigurinë në furnizim dhe për qëndrueshmërinë në kohë sa i përket energjisë elektrike në Kosovë. Faleminderit shumë të gjithë. Përfaqësues të mediave të dashur qytetarë, gjatë këtij viti, pranverës dhe verës, shpesh keni parë në lajme se prodhimi i kekut ka rënë. Kjo nuk ka qenë rasti, arsyeja pse ka rënë prodhimi i kekut gjatë 6 muajve të fundit, ka qenë pikërisht sepse kanë qenë duke u bërë këto investime të cilat janë bërë për herë të parë prej pas më se 40 vitesh prej kur funksionon termocentrali Kosova B. Dhe pikërisht kjo sakrificë afat shkurtër na sjell këto rezultate të cilat janë afat gjata. Afat gjata në kuptim të edhe të rritjes së prodhimit, që është rritur për 35 MW kapaciteti tashmë pas këtyre investimeve që janë bërë, edhe jetëgjatësinë e termocentralit, edhe kohëzgjatjen që do të punojë termocentrali pa pasur nevojë për ta ndalur për remonte të gjata kapitale. Të gjitha këto do të thonë që siguria jonë e furnizimit është më e lartë, do të thotë që do të duhet të importojmë më pak dhe mund të eksportojmë më shumë, dhe rezultatet tashmë po shihen. Vetëm si rezultat i futjes në funksion të bllokut disa ditë para se që ka qenë planifikuar, 5 ditë përpara, eksporti i kekut gjatë asaj periudhe ka qenë 2 milion euro vetëm për atë 5 ditë. Pra rezultatet janë të prekshme për të gjithë ne, dhe investimet të ngjashme do të ndodhin në bllokun tjetër, në bllokun B-ni gjatë vitit të ardhshëm. Gjithashtu gjatë vitit të ardhshëm në bllokun B-ni do të vendosen edhe filterët për të cilët jemi përgatitur shumë mëti, kemi biseduar shumë mëti, tani janë plotësuar kushtet dhe vitin tjetër do të ndodhin të gjitha këto investime edhe në bllokun B-ni. Kjo do të thotë që aktualisht ne jemi duke prodhuar me 2 bloqet të termocentralit Kosova dhe 2 bloqet të termocentralit Kosova B dhe kemi një stabilitet furnizimi. Falë punës dhe angazhimit të punonjësve të kekut, kontraktorëve, dhe me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë që kanë kontribuar në këtë projekt, që nga negocimi i projektit që ka ndodhur në vitin 2022-2023 dhe përgjatë krejt realizimit dhe veçanërisht inxhinierët dhe mbikëqyrësit këtu që kanë punuar me kontraktorët që kanë mbikëqyrur në këto investime në 6 projekte të ndryshme paralelisht, që sigurisht që nga ana teknike është një sfidë. Faleminderit shumë.